të Republikës Kosovës. Një tjetër foto, besoj e ka regjia? Kjo është koloneli Cijas. Cijas amerikane? Po, Jay Carter. Një mik jami me të cilën jam njoftuar në vitin 98, kjo ka qenë edhe në misionin e OSBE-s të William Walker. Kjo është fotografi në ditën kur ka shkuar në pension. Është pensionuar ky? Po, Jay Carter, tash jeton në Hag, kemi komunikim të përhershëm. Në Hag jeton? Po, në Hag jeton. Më të nxjerrë ata burra mos bënaj ka ore? Kësmet ata burra do të vinë në Kosovë ballhapur. Dhe me tek kemi pasur bashkëpunim që nga viti 98 deri kur është pensionuar në vitin 2015. Po një tjetër foto? Ish presidenti Hashim Thoçi. Tu jam me drejtorin politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe atëherë me kryetarin e Partisë Progresive Demokratike të Kosovës. PPD-ja ka qenë po. Në kabinetin e tij viti 99 me disa mediume të cilat unë në rolin e përkthyesit të zotit Thoçi. Bravo Bagvet. Te ish presidenti Hashim Thoçi nuk është pak në kon foto. Li foto po me çep bashkëpunëtori ti si ti. Vazhdojmë tutje. Regjia keni një foto? Kjo është fotografi përsëri me zotin Thoçi në kabinetin e tij vitit 2000. Tjetër foto? Këto e dy djemtë e mi, Imeri edhe Alori në vitin 98 synetia atyre dhe për më ju kallëzu këtyne burrave që edhe në 98-ën e kena pasur që kënë në shpirtin në zemër, që këta janë dy fëmijët e mi me këtë shpirtin rrit, me shpirtin e ushtrisë çlirimtare. Bravo, faleminderit shumë regjia. Unë kisha pas dëshirë se zakonisht nuk kem çfarë me fol pa çfarë njerëz prezant, kisha pas dëshirë 2 minuta ta ftoj Hasan Zelilin me Viber, është as fish punë. Jo, absolutisht. Regjia nëse ka mundësi, u kuadron me Hasani pak me Viber, të lutem. Alo, përshëndetje Bazasa. Përshëndetje juve, mirë si e. Mirë, faleminderit. Jemi prej emisionit Këshia Show. Inshallah s'na ke harru ka shpejt. Jo, si kam harru, pse? Sonte e kam një emision përsëri, e kam Fatmir Shehulli këtu prezant edhe gazetorin Agim Mutit. Jem të diskutu lidhën mbi deklaratat tua për rrosjen e Malit Shehullit, që ke thonë e ka por grupi Izael Pajazitit, çka ki me i thonë Fatmirit, është direkt live sonte. Vallaj, kur gjë s'kam qa me thonë ma shumë. A ki diçka tjetër se? Po, veç një të ordnat Fatmiri, unë këtu jam prezent. Fatmir, a ki diçka me... Jo, nuk kam, e kam dëgjue intervistën e zotërisë dhe unë e thash që ky shtet ka organet rendit dhe atje do të ballafaqohemi se këtu s'kam çka. Në kafe të gjatë, Bacia sa, po thot, unë kam e çu tek organet e rendit të drejtësisë, po dhe s'kam çka me i thonë më shumë. Po, unë jam shumë i vetëdijshëm për ato që e kam thonë. Edhe nuk tërhiqna as 1 milimetër, për ndryshe unë muj hala diçka me shtu këtu, por nëse Fatmiri dëshiron me ndërprej, nda ndërprejsëm bisedën me njëherë. Jo, çka ki me shtuar veç në nas, s'ka problem, kjo s'është për me ndërprej bisedën. Veç unë jam të prit veç pyetje, unë veç kam deklaru se nga Zahiri... Ti po thu që kam çka me fol alo ma shumë. Çka ki me fol ma shumë? Urna? Çka ki me fol ma shumë se ti thua nëse do Fatmiri un kam çka me fol edhe ma shumë. Çka ki me fol ma shumë? Jo, unë veç që dashta mi u tregu rastin që ju kanë tregu. Edhe dashta mi u tregu që Fatmir Shehulli ka deklaru se babën e tij e kanë vra bondat kriminalet Miloševićit, me sa e dijone. Bondat kriminalet Miloševićit ne nuk kemi qenë, edhe nuk jemi. Edhe atë qka e kemi për obligim edhe moral, edhe shpirtëror, që aq ka dim, aq me sqaru gjithë kanë. Basasa? Unë, po,
Po, më falë. Po, unë jam njoftu nga Zahiri se Malit Sheholli është vranë nga grupet tona guerile. Po thoj që shumë njerëz, do me thonë që kanë qenë aty, do me thonë pjesëtarë të grupit të Zahir Pajazidit, kanë potencu, si që ka potencu edhe Fatmir Sheholli, duke thonë që ditën kritike kër është vranë Malit Sheholli, Zahir Pajazidi ka qenë në Tiranë ose s'ka bëj? Po, unë rreth 3 javë ma vonë e kom kuptu pe i tina, unë tash nuk e di. Edhe tek ne sigurisht se ka ekzistu një konspiracion shumë i thellë, gjo që i ka mojt grupet tona guerile a i konspiracion rreth 7 vjetë. A ka mësi se... Pra në dëgjoni pak. Po. Se cili grup s'ka pas mundësi me ditë për grupin tjetër. Këta edhin mirë Fatmiri, edhe edhin mirë ata që kanë punu me... Po, sigurisht që po. Pra, jeshtë, po thamë, unë personalisht kur kam vepru në Podujev, kam vepru pa mos. Tek shkolla i Zgjuro Gjakovic, apo jo? Për shkak se kemi dasht me u identifiku si ftyrat e panjohura. Pra, rasti tjetër kur kemi shku në Malishev, bashkë me Zahirin, ne kemi shku pa moska, për shkak se me u pa ftyrat tona, mos me qenë nga personat Malishevës. A ka mësi se... Ka qenë ai konspiracioni që ka ekzistu, pra, s'kemi pas mundësi kur asnjëherë me ditë grupi për grupin diçka. Bacacan, a ka mësi se Agim Muti është gazetor për do me ta boni pyetje, po Ornagem? Po, letornon. Përshëndetje, zotëri Hasan. Ish bashkëm të lutem, nuk dëgjëm. Përshëndetje nderuar shumë. Faleminderit. Deshta me ta boni pyetje. Po, ma shumë, Gjem. Orno. Jesë, po më dëgjon. Po. Në vitin 2024, rreth mes dhjetorit dikun, jemi taku në Heb në Mazget, mos gaboj bashkë. Jo, deshta më dallit, s'ka problem, deshta më dallit të çështja e Najt Hasanit që po thu na ka dekonspiru Najiti, kështu. Më kujtohet kur ke thonë, unë Najitin nuk e lam ma shoh kërkush, për shoh e shoj vetë, po kërkush nuk e lej. Është vërtet, e shoj vetë. Po. Qashtu është. Ku të ka thonë shtë, më falë një shpak? Të hibin a ka mësi me përdi pak ma shumë, të lutem. Po më dëgjon. Po e dash për dëgjon. Faleminderit, shumë faleminderit, me gjithë se s'po më kujtohet për besë, por unë e kam këto zakon. Nëse unë kam diçka personale me një shok temin, unë veti i krya ato sene, e jo dikush tjetër. Pra, këtu nësme dhe Najitit është boni një ndërhyrje e pas skrupull, do me thonë një ndërhyrje që